Jemi sërish bashkë, ndërkaq tani do të diskutojmë për diçka tjetër, më sëksisht për shembjen e rrugës në Prishtinë. Para që u diskutua shumë, e në fakt që solli probleme edhe në disa lagje të Prishtinës, rikujtojmë që rruga Don Shtjefën Kurti u shem në afërsi të një grupe ndërtimore dhe bëri që të nisin hetime për shkaktim të rrezikut të përgjithshëm. Komuna e Prishtinës natyrisht ka ndërmarrë veprime dhe ka pezulluar 2 inspektorë të zonës dhe vendosi të nisë inspektimin e të gjitha vend punishteve. Dyshimi kryesor që thuhet nga të gjitha palët e përfshira është se shembja ka ndodhur si rezultat i presionit të ujit. Por se a ka mundur të parandalohet kjo, ku ka mund të jetë gabimi, do diskutojmë. Bashkë me neve në studio është Dardan Gërbeshi, avokat në fushën e ndërtimeve. Mirë se vjen. Mirë se vjen. Mirë se erdha, avokat. Mirë se gjeta, kënaqësi. Çka mund themi për këtë që ndodhi në Prishtinë ditë më parë? A do të mund të parandalohet kjo? Po, fillimisht duhet me pas parasysh që me kursy të gjitha palët në këtë fatkeqësi që ndodhi, për arsye se ende është fazë e hershme për të mbledh informacione rreth fatkeqësisë që ndodhi. Mund të jetë shumë faktor për atë ndodhi, mund të jetë ndonjë rreshje e madhe atmosferike, po ashtu kur hapen gropat gjatë punimeve, mund të ketë temperatura të luajshme, cilën edhe dheu mund të rrëshqet. Purimet e ka atmosferat, ajo që dihet që nuk kemi pas ndonjë situatë jashtëzakonshme. Po, siç po shihet edhe në video, është hapur gropa, tash kur të hapet gropa është sikur puna e plagëve të trupit, tash nuk mund të me lanë ashtu për një kohë shumë gjatë, po ashtu prokuroria momentalisht ashtu i mbledh informacionet rreth ndodhisë që ka ndodhur. Duhet me pas kujdes mos të ngarkojmë as komunën atë shumë, as ndërtuesin, për arsye se më vonë mundet me qenë edhe pak a shumë informacione sa i kam, ka ardhur si shkaktim i ujit brenda tokës, e cilët normalisht që ato cevat janë dikon rreth 50-60 vjetra dhe mundet mu amortizu edhe mundet me ndodhë gjithë shka. Po, që ta sqarojmë, nuk është qëllimi unë që të vëmë gishtin tek askush, qëllimi është të ta diskutojmë se çka mund sjell deri tek këto të themi probleme, edhe kjo ka mujt me qenë rrezik edhe besoj edhe për persona që ndoshta kanë kaluar aty, sepse është një Po mirë do të ishte që edhe përgjithësia të jepa, sepse kur po të avokati që mos t'i ngarkojmë, institucionet edhe këtë punë kanë, që t'japin realisht përgjithësi dhe me këtë po punohet. Këtë që ka ndodhur të dielën, ndodhi? Më sa e pash, po, sepse parimet kryesore për dhënien e lezë ndërtimit është pika e parë është ruajtja dhe siguria e vendit ku punohet, për shkak që mos mu shkaktu dëme të tjera. Nuk thojnë rastësisht në perëndim safety first, për shkak se secila puni ka rreziqet e veta, duhet me pas kujdes. Një ankesë që qytetarët zakonisht po ankohen është te inspektoriati, se besoj nuk kam statistika eksakte, por besoj që inspektor ka shumë pak përsa ndërtime janë të ndodhë në komunën e Prishtinës. Kemi lloj problemesh në fushën e ndërtimit, kemi tejkalime lejeve ndërtimeve, inspektoriati ndoshta edhe nuk mundet krejt me i po puna është që isha pak i befasu me vendimet e kryetarit komunës që ende pa mbledh informacionet me njerë i pezulloj inspektorët. Po, i ndaloj të gjitha punishtet në për objekte tjera, do të me pas parasysh se kështu mundet mund të bloku biznese, mundet me paralizu paka shumë edhe ekonomia. Po thua që këto dy hapa nuk kanë qenë të gutshëm, të gutshëm. Tash kryetari po ashtu e formoi një komision për me i verifiku. Komision i cili deri tani edhe ka qenë paka shumë pe inspektorëve dhe gjithë dhe tash pso kanë faja ata që nuk e kanë inspektu, që kanë faja dhe tash me bo dhe inspektimin. Do të kërkohet kohë për me bo në inspektim, me organizu eksperte fushat ndryshme, hidroteknikës, statikës, drejtimit konstruktiv, arkitektët, edhe kështu nuk mundemi, s'munja me marrë një shembull pëse është shem me undal krejt ndërtimi, sikur se për shembull nëse ndodhi ndonjëherë po e bën këtë edhe presioni publik. E vërtet. Tash për shembull nëse dikush ndodh një fatkeqësi dhe ndodh një vrasje ndaj në nxënësi, nuk mundemi me mbyll na këto shkollat pse ka ndodhur. Normalisht që duhet me zbardh rastin. Vetëm se unë po besoj që është ideja që përgjithësia mos merret asnjëherë nga personat kryesorë, gjithmonë e pësojnë ndoshta inspektorët që ndoshta jo 100%
do të mund ta kemë fajin, për shkak të ngarkesave që kanë me shumë raste, ndoshta ikë edhe ndonjë rast pa inspektuar. Patjetër. Po prandaj kishte me qenë mirë me pas ma shumë numër të inspektorëve. E kemi një rast pak ma poshtë rruga A, nuk e di ta qytetarët sa qarkullojnë atë rrugë. Një shtëpi është veç se shem shkaku i punimeve në rrugë edhe nuk merret kërkosh me atë punë. A shena i punëtor të punu, apo jo, aty gjatë asoj rrugë, tash kur hapen ato gërmadhat, ato amortizohen, kushtet atmosferike, lërshet dheo, edhe mujna me ardhë deri te po kjo pra tregon që nuk është që po kryet puna dhe aq mirë në terren, sepse një pyetje që u ngrit shqetësimi i madh në momentin kur ndodhi kjo është që ku po blenë qytetarët, çka po blenë qytetarët, sepse aty pra ishte ndërtesa dhe e tha edhe Ajda më herët që mund të përfundonte edhe me fatkeqësi ndonjë humbje jetë. Po fatkeqësisht qytetarët nuk janë mbrojtur hiç sa i përket organit komunal edhe qeveritar, sepse kur po ndodh me bleni banesë, po del që nuk po mundet më realizu. Keme probleme pranime teknike, për shembull. Ndërtohet ndërtesa, funksionalizohet, merret certifikata e përdorimit. Por nuk kanë pranë. Edhe shkojnë, jetojnë mas 4-5 viteve dëshiron me shitaj, me dalë dikun tjetër, ndoshta i ka planet ndryshe, nuk mundet me bë kontratën notariale për arsye se ligji nuk e lejon nëse nuk bëhet pranimi teknik. A është në Prishtinë më shumë e shprehur apo ka edhe Prishtina është më shumë e shprehur, Fushë Kosova është më pak, ata e kanë më të shpejt këtë punën e pranimit teknik, edhe komuna tjera të besa Ferizaj ka shku goxha mirë. Po Prishtina kishte dashur me qenë model për gjithë Kosovën, sepse është kryeqytet edhe ka ndërtime të tepërta. Po këtë rast është Kosova model. Se veç për Mitrovicën lavdrojmë. Tash është problemi ka më të shumë. Edhe tash nuk po ka dhe politika ndaj kryetarit komunës tanishëm, edhe të kalum, edhe gjithëve sa i kemi pas, po japën leje ndërtimore tepër shumë. Kur po vije puna me pas një hapësirë publike, me pas një shkollë apo diçka, kur po vije puna e shpronësimit, ai soi veç pe rritet vlera tokës dhe s'po ka komuna masanej mjete për ta marrë atë pronë, për ta bler nga një poseduesi asaj prone, edhe po mbeten projektet paralizueshme. Masanej kemi mungesë të rrugëve, rrugët janë goxha të ngushta për objekte që ndërtohen. Infrastruktura besoj që kishte me qenë e para që ishte dashur me u rregullu, ma pastaj lejet ndërtimore me ulshu. Dardan, shumë shpesh është diskutuar theme kështu edhe në rrethin shoqëror, po dhe në përgjithësi që thuhet se nuk e di njerëz se ku po blejnë banesa, rrezikshmëria e shembjes së dheut ka qenë një temë shumë e diskutueshme, mund të lidhet pak edhe me këtë rastin. A bëhen inspektime se ku po ndërtohen ato banesa? Pra, a ka një procedurë që duhet ndiqet sepse një tërmet diçka do të thotë që gjithmonë ata banor janë të rrezikuar? Fillimisht janë dy faza për marrjen e lejes ndërtimit. Faza e parë është aplikimi për leje ndërtimit. Faza e dytë është pas aplikimit lëshohen leje ndërtimore, ndërsa faza e dytë është plotësohen kushtet ndërtimore dhe lëshohet leja ndërtimit. Janë 3 kategori të tokave, është kategoria ne, që është kategoria rrezikshmërisë së ulët, është kategoria 2 rrezikshmërisë së mesme dhe kategoria 3 rrezikshmërisë së lartë dhe interesit nacional. Për kategorinë e parë, për rrezikshmërinë e ulët, është afati 15 ditor, i cili duhet me e shqyrtu landën, ndërsa për kategorinë 2 dhe 3 është afati 30 ditor. Pas marrjes lejes ndërtimit, afati për hulumtimin e kushteve ndërtimore e ka plotësuar apo jo, është 30 ditë për kategorinë e parë dhe 45 ditë për kategorinë e dytë dhe të tretë. Sonja ka motrën arkitekte, pak a shumë i di këto, po sa respektohen është pyetja, sa shpejt kryen këto procedura, ndoshta edhe nuk kalojnë faza. Pas të marrët leja ndërtimit, duhet përveç inspektoriatit, duhet edhe projektuesi ta inspektoj punën, edhe nëse ka ndonjë parregullsi apo diçka, sepse është i varur ndërtimi edhe prej ujësjellësit edhe prej rrymës, mundet me pas probleme këtë rast që po dyshohet që janë të ujësjellësit, duhet me pas koordinim mes organeve dhe ndërtuesit. Po, gjithashtu inspektorët janë të obliguar her pas here me shku edhe me shiqu vendin e ngjarjes se si po ndërtohet, apo respektohen rregullat, apo respektohen kushtet, për arsye se më pastaj damet po janë të parikuperueshme. Dhe si që ceka dhe më herët, nuk janë të u krys që shduhet. Nuk janë të u krys. Po cilat janë disa nga zonat që kanë këtë rrezikshmërinë e lartë? Është folur shpesh për shembull për lagjen e Drogodanit, ato banesa që janë të edhe shembje e dheut që realisht në një
tërmet që mund të ndodhë dhe mund të ishte shumë rrezikshmëri të kishte për atë pjesë. Po, lagja Dragodanit ka qenë paka shumë Kjo ka hekuruga kush kjo pjesa. Temë më hershme ka qenë, por në farë studimi i një agjencionit kroat arkitekturës ka dalë, ka rezultu që nuk është diçka e rrezikshme. Gjithashtu duhet me pas parasysh të pilotat, se pilotat janë ata që e ruajnë vendin e punimit, duhet me qenë taman të vendosura mirë, për arsye se nëse nuk vendosën e pa atë rastin qysh u shem. Po, kjo pjesa e Prishtinës të re, pikërisht ka kjo pjesa ka ndodhë, sepse është teren goxha të poshtë, është pak më i rrezikshëm, për arsye se ndërtimet po ndodhin lart, ndërsa poshtë është ende si grop. Tash, tu punu mundet me skalu edhe ndërtimet edhe me rshit dhejo për shkak të ndërtimeve, prandaj kjo pjesë jo rasisht edhe ka ndodhë kështu. Ajo që dje që aty do të blihen pak banesa, nga kjo që ka tash nuk po muj me folë, se muj mi dëmtu edhe ndërtuesit në këtë rast. Po marketingu ishte me i keq, ajo që ndodhë. Po, është e rëndësishme vlera e banesave për shembull përcaktohet në bazë të infrastrukturës rrugore, në bazë rrugës kryesore. Mundemi me marrë shembull, tash kishte qenë me mirë të shkon edhe një real estate agent, se paka shumë është në aty në rreth shpinëve. Avokat, duhet të them, po që çka kemi vërejtur që kjo është një temë serioze, realisht kur e mendon edhe shumë e rëndësishme, por është problematike të mbledhjes shumë palë për të diskutuar, sepse shohim që ka një mosdëshirë për të ekspozuar, për të folur për këtë tematikë dhe çështje, duke ditur paka shumë edhe punën në terren dhe rreziqet që mund të jeni kështu me radhë. Po në atë që tha që vlerat e banesave përmendet dhe rrezikshmërinë e lartë, pra nëse e shohim çmimet po fluturojnë, ndërkohë kjo puna e kujdesit që ofrohet për qytetarin duke që është pak larga. Po në mendoj pak të çmimet, nuk është puna se kanë fluturuar ashtu si po është mediatike, për arsye se jemi dëshmitar që para 10-15 viteve çmimet në tërë Prishtinën kanë dalluar 100 deri në 200 euro në metër katror. S'kemi bler banesë Prishtinë këto kohë, ajda? Tash paka shumë tregu ka qenë 100 deri në 200 euro varësisht ku është blej. Po tash është zhvillu konkurenca, e keni lagjën Marigonë për shembull, e keni metrën katror për 1.000-2.000 euro. Atë njëse me këto pak ma normal. Rafë është atë. Aty është sigur. Po tash kemi edhe atje ku është shemb, kemi me 1.000 euro. Tash është dallimi 150% i çmimit. Po gjithmonë ai çmimi më i madh bëhet pak më i ekspozum. I kemi në qendër, për shembull, në qendër janë goxha të mëdha çmimet. Po ndërtimet e reja, Muharrem Fejzën për shembull, e kemi që rruga Muharrem Fejza që nuk është shtrajtuar shumë në aspekt me pjesët e tjera. Po tash këtë varet edhe për infrastrukturës. Po dhe varet çka po ofrojnë ato banesa, sepse çmimi po është i njëjtë, nuk ka parkingje, nuk ka park ndoshta, nuk ka thime shumë kushte të cilat premtohen kur blihet banesa dhe pastaj nuk realizohen. Kjo ndodh shumë shpesh. Po është një vartime interesante aty se janë disa blerës të cilët e shiqojnë vetëm çmimin. Tash kur e shiqon çmimin vetëm lirë, normalisht që edhe kemi paguar. Kur nis me i vren mandej ato banesa. Është e para. Për shembull, në njëjtën zonë një blok është 200 euro më i shtrejtë se bloku tjetër, po është një vend, ama infrastrukturën e njëjtë rrugore të komunale, po ndërtimin është më i mirë, është lifti, është materiali jashtë, izolimi, janë gjithat që kushtojnë, është firma projektuese që kushton, edhe prandaj edhe formulohet në çmim. Veç kur i shohim andej edhe ato penthouse në Prishtinë, 2 milion euro që ka shku njëna që u diskutu shumë, edhe kjo pastaj let për dëshiruar. Ja vlem penthouse, është e shekrit Prishtinën. E shek që ka pëndodh. Në fakti, përmenen një problematik shumë serios të rëndëshme këtë çështjen e parkingut, sepse dhe më pas policia është vazhdimisht në aksion, e besoj që policia do të më kuptu që dikun do të më parku ato vetura, që njerëzit përballen me këtë problem realisht avokat. Amer shumë temë interesante e ke hap këtë rastin e parkingjeve, po komuna vetë... Se ku marja dy vrejtës, fundi prandaj po du me... Komuna vetë nuk po ofron transport alternativ. Për shembull, Prishtina nuk e ka terrenin me bicikletë me dalë, sepse ka tepurze dhe lartësi shumë mëdha. Masanej nuk ka që janë shtetet perëndimore në Zagreb, për shembull ki tramvaj. Për metrës po flasëm se jemi shumë larg metrës, edhe pse në Angli para 170 vjetëve kanë instalu metrën, po ne jemi shumë larg asaj kohe. Po tash nuk po na ofrohen transport alternative, po duhemi gjithçysh me kerr. Më pastaj komunikacioni është i tmerrshëm, ka frustrim ndaj pej shoferëve që munden me eskalu edhe me bë kundërvajtje edhe
ti nëse je edhe me motociklet apo me bicikletë, mund të Definitivisht mësu. është çështja shumë serioze sa i përket komunikacionit. Ankesat më të mëdha ndoshta lodhen më shumë se në vendet e punës nga ajo që përjetojnë çdo ditë nga trafiku në Prishtinë. Qytetarët më shumë të pësojnë shkaku i natëve politike, sepse se partia në pushtet në qeveri, se kërë në nivelit komunal që është tjetra parti, pja drejtojnë gishtin janë i tjetrit, po pasojat për bërë qytetari. Po. Thatë që jemi shumë largë asaj që e përmendet, po avokat jemi shumë afer botrorit. Apo fitojmë sonte, se do të kemi me njerë pas pak debatin për këtë, por edhe një çështje të fundit. Pra, prokuroria për këtë problematik, për këtë që ndodhet të dielën, ende nuk ka një përgjigje. Është duke mbledhur informacionet, do se ka pasur një hap nga përparim Rama, prokuritari Prishtinës, që ka pezulluar 2 inspektor të zonës. Diçka përfund avokat për këtë problematik? Jo, veç fatmirësisht nuk kemi pas viktima, fatmirësisht edhe ato 2 veturat që shihen tu kalu ndalën, që kjo është e mira, damet janë të rekuperush me materiale, shqyqër që nuk kemi... Ishte shumë rrezik edhe për punëtorët, ato se shihej se ishe shumë afër. Normalisht edhe kompanit nuk po marrin kompani juridike këshilluese për me ju tregu që duhet me pas rrethoja mbrojtëse, duhet me rujt vendin e punës për punëtorët, po instalohen tërlifar mekanizma të skeleve për me ndërtu, aty duhet me pas rregull, duhet me pas statik, duhet me pas, sepse është një prej punëve më të rrezikshme që bëhet. Definitivisht. Faleminderit shumë avokat. Faleminderit për juve. Faleminderit shumë.